Kemi ndeshjen Prishtina-Ballkani, kemi minutën 90+3, kartoni kuq për lojtarin numër 3 të Ballkanit Potoku, kartoni kuq me të drejtë për shkak ofendimeve ndaj publikut, ku lojtari nuk ka të drejtë të ofendojë publikun që është prezent në lojë. Është ndaluar që gjyqtarit të kapet për dorë, kontakti fizik ndaj gjyqtarit është e papranueshme, konsiderohet si shkelje e rëndë. Kemi ndeshjen Freizaj-Drenica në minutën 25, kemi ndërhyrjen e portierit me numër 12 të ekipit të Drenicës në lojtarin e numër 22 të Freizajit. Këtë lojtar i Freizajit gjendet në zonën e 16 metrëshit, i cili ka posedim topin dhe është pozitë e mirë për të rrezikuar portën e ekipit Drenicas, ku portieri në tentativë për të larguar topin ndërhyn në lojtarin numër 22, të cilin e pengon në avancim. Gjyqtari Kastrati me të drejtë sinjalizon penalti për ekipin e Freizajit. Dugagjini Prishtina Re, minutën 18, lojtari me numër 30 i Prishtinës Re, gjatë tentimit për të luftuar për top, rrëshqet dhe shifet një kontakt i lehtë në lojtarin numër 8 të Dugagjinit, i cili zbukron rrëzimin ku gjyqtari sinjalizon penalti në fushë. Në këtë rast, intervenon vari, fton gjyqtarin shala për rishikim. Pas rishikimit të pamjeve, gjyqtari me të drejtë anulon penaltin vendimin në fushë, loja rifillon me lëshimin e topit nga dora për portierin. Kemi ndeshjen e Ligës Sport Trepça-Vushtria, minutën 69, anulimin e golit të Vushtrisë, shifet qartë se lojtari me numër 6 i ekipit Trepça-Tatanon ka mundësi dhe pozicionim që të ketë topin në kontroll. Anulimin e golit Vushtrisë, ku gjatë ndërtimit të aksionit sulmues, shifet qartë se lojtari me numër 6 i ekipit të Trepçës pra ka pozicionim dhe mundësitë e mirë të ketë topin nën kontroll, ku kemi ndërhyrjen e lojtarit me numër 20 të Vushtrisë në këmbën e majtë të mbrojtësit. Edhe është edhe një goditje shifet aty qartë në pamjet e varit, dhe në bazë të këtyre pamjeve që është ftuar gjyqtari nga vari për rishikim, gjyqtari Pacolli me të drejtë anulon golin e ekipit Vushtrias për ndërhyrje të paliruar gjatë ndërtimit të aksionit sulmues.